Nga Ernest Muçi te Anis Mehmeti. Këta janë 10 futbollistët e kombëtares son më në formë për këtë sezon. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Këtë sezon me Lecce Mesfushori ka luajtur në 26 ndeshje ku ka shënuar 1 gol. Sipas webit WhoScored, të cilët e kam zgjedhur për të parë vlerësimet e lojtarëve, Ylber Ramadani vlerësohet me notën 6.9. Ramadani është titullari pa diskutueshëm te Lecce, por ky vlerësim mund të bazohet për shkak të rolit të tij defensiv, por edhe renditjen e Lecces në Serie A këtë sezon. Broja me Burning këtë sezon ka luajtur 21 ndeshje ku ka shënuar 1 gol dhe ka gjetur 1 asist. Dhe pse jo në gjendjen e tij më të mirë dhe në një formë mesatare, ai vlerësohet me notën 6.5. Lider të Atalanta, por lider dhe te kombëtarja jon, ai ka luajtur këtë sezon në 34 ndeshje, ku vlerësohet me notën 6.8. Pavarësisht moshës së tij 33, ai akoma vazhdon të jap siguri në mbrojtje dhe do të luajë edhe një të tetat e Champions League, pasi realizuar një super përmbysje kundër Borussia Dortmund nga 2-0 në ndeshjen e parë në 4-1 në ndeshjen e dytë, duke u kualifikuar dhe tani do të kenë përballë Bayern Munich. Mbrojtësi Joni Majt, i cili luan me Al Ittihad në Arabinë Saudite, ka zhvilluar këtë sezon 26 ndeshje ku ka shënuar 1 gol. Mita i vlerësohet me notën 7.2. Gjatë merkatos së dimrit u fol që mund të transferohej dhe të kthehej në Europë, por transferimi nuk u realizua. Hoxha, i cili luan në Kroaci me Dinamo Zagreb, ka zhvilluar këtë sezon 31 ndeshje ku ka shënuar 6 gola dhe ka 5 asiste. Hoxha vlerësohet me notën 7 dhe cilësohet sipas mediave kroate për faktin që është shumë aktiv dhe produktiv në fazën sulmuese. Hasani, i cili luan në Ligën e Iranit, ka zhvilluar këtë sezon 29 ndeshje ku ka shënuar 13 gola dhe ka asistuar 4. Vlerësimi i Hasanit është 7.1. Daku, i cili luan me Rubin Kazan në Premier Ligën ruse, ka zhvilluar 22 ndeshje ku ka shënuar 10 gola dhe ka 1 asist. Vlerësimi i Dakut është 7.1, pasi është konsistent në sulm dhe me golat e tij i ka dhuruar pikë Rubin Kazan. Portieri përfaqësues Son, i cili luan me AEK-un e Athinës, ka zhvilluar 34 ndeshje këtë sezon dhe në 24 prej tyre ka mbajtur portën e paprekur. Strakosha vlerësohet me notën 7.5 dhe është një nga portierët më të mirë në Greqi, ku me pritjet e tij ka shpëtuar AEK-un në shumë ndeshje. Mund të ishte edhe në vendin e parë për sezonin që po kalon me Trabzonspor në Ligën Turke, ku në 26 ndeshje ka shënuar 13 gola dhe ka 6 asiste. Vlerësimi i Muçit është 7.4. Një fakt interesant është se Muçi është lojtari i parë i kombëtares son, i cili ka kontribuar me më shumë gola dhe asiste, 19, për ekipin e tij. Një sezon fantastik me Bristol City dhe Ipswich Town, ku në 37 ndeshje ka shënuar 10 gola dhe ka 7 asiste. Vlerësimi i Mehmetit është 7.5, ku është shpallur dhe 4 herë në formacionin më të mirë të javës në Championship. Sezonin e ardhshëm mund ta shikojmë edhe në Premier League. Mehmeti me Ipswich Town renditet në vendin e 4 në Championship, për fal mënyrës se si funksionon faza play-off në Championship, gjasat janë të mira që mund ta shikojmë në Premier League. Kaq ishte për videon e sotme, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona, si dhe të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok për të mos humbur asnjë lajm nga futbolli.